Me neve nuk jo shitën, po kjo vlen për ata. Kjo vlen për ata. Kandidati për kryetari PDK-s Shaqir Totaj dhe kandidat për kuvendar e ku ishte edhe bartësi listës Kujtim Gashi në takim me nëndek të Vërinit në Vlashnje, thanë se sot Vërini vullosi fitoren e PDK-s në Prizren, pasi ishte një tupim madhështor me nëndeket e Vërinit ku dëshmua fuqia dhe mbështetja pa lëkundur. Gjatë mandatit e kaluar, qeverisja Shaqir Totaj ka realizuar shumë punë të mira për qytetin dhe për Vërinin dhe po kështu do të vazhdojmë për punën edhe për shumë, tha fillimisht bartësi listës Kujtim Gashi. Prej takimeve dhe tubimeve jashtëzakonisht të mirë të organizuar, edhe unë duhet të falenderoj kryetarët e nëndekëve të pjesës Vërinit, të cilët janë angazhuar maksimalisht për me pas një tubim të mirë edhe të jetën kohë për me rikonfirmu atë që ndodh tash e 2 dekada në këtë zonë, mbështetjen e fuqishme për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për kryetarin aktual dhe të arshëm, zotin Shaqir Totaj. Po ashtu një falenderim për ekipin që zakonisht merren me takime, një ekip i mrekullueshëm i djemve të Rinisë Demokratike të Kosovës, edhe udhëheqësin e këtij komisioni Bisar Islamën që po ashtu vjen nga Kjazori. Kurse kandidati për kryetare Totaj para të pranishmëve tha se me shumë punë e projekte të reja na presin në mandatin e ardhshëm. Besojmë se vetëm kështu tani është rradha të vlerësohemi sepse këtu gjithmonë kemi pasur pasamentin e fiturave nga PDK. Një e di shumë sigur që juve nuk ka nevojë me u bind për me votu për PDK. Kjo është definitivisht e saktë sepse keni dhënë kontribut me dekada, edhe duke ju falendëruar atij kontributi definitivisht vlerësohet se strukturat e PDK-s janë më të organizuar në Kosovë, edhe kur strukturat e PDK-s e marrin atë hovin, atë energji, nuk ka gjasa më në mund për të shiq. Kjo për rikonfirmohet edhe sante. Prandaj jepem një dua përfitje në gjëtës. Para 4 vjetë kemi kërku besim. Tash kërkojmë vlerësim. Kërkojmë në vlerësu punën që e kemi bo, e që punë që e kemi bo, ju e dini shumë mirë sepse jeni qytetar prezenit, e keni pa realizimin e projekteve, jenë gjana që shihen, që vrehen, po ka dhe indikator të performancës të cilët nuk shihen, po janë të regjistruar diku, janë të shkruar diku, edhe ato i kanë marrë agjencionet e specializume, edhe aty jemi komuna më e mira në Kosovë definitivisht, kështu që nuk ka asnjë argument i cili mundet me e kontestu performancën tonë, përveç aty në farë iluzioneve, imaginatave të njerëzve që nuk e din çka është leadershipi, edhe që nuk e din çka është ekonomia edhe çish duhet me zhvillu një vend. Nuk do të miremi me parti tjera, as me kandidat, sepse konsiderojmë se performanca jonë, vlerat tona, punë tona, përkërësit tona, jenë të mjaftueshme, që mos me pas nevojë me i nëmru të mësit e tyne, për shkak se bi bazën e performancës tonë, të vlerave tona, unë jam shumë i sigurt që me një angazhim maksimal ne me 12 tetor bashkarisht do të festojmë fitoren, edhe ato një fitore të madhe, e cila përveç se është fitore, do të jetë edhe mesazh. Derisa dhe kandidatët e kësaj ane me këtë rast para të pranishmeve u betuan se ata do të vazhdojnë të jenë zëri i tyre në kuvend dhe se vetëm me një angazhim e punë do të jenë sa më afër fshatrave të Vërinit. Në vitin 2021, për kryetarin Totaj, kemi kërkuar besim, ndërsa tani kemi ardhur këtu për të prezantuar punët e mira të cilat i ka kryer kryetari Totaj e të cilat jo e vlerësoni vetë ato punë që i ka kryer. Në Vlashnje, e di që do të jem pak kundër kandidat. Prandaj kërkoj mbështetjen tuaj të plotë. Jam këtu jo vetëm si individ, por si pjesë e ekipit të fortë të udhëhequr nga kandidati ynë për kryetar, zoti Shaqir Totaj.
kemi një vizion. Vizioni ta qëjmë përpara për komunën tonë. Partia Demokratike, pra dhe kryetari Shaqir Totaj, këto 4 vitet e ka treguar me punë në të gjitha fshatrat e rajoneve të Vrinit, në qytet, në Anadrini, në As dhe në gjithë komunën, pra me punët e mira që janë bërë, po që ashtu dhe janë bërë në këto fshatrat të rajonit të Vrinit. Dhe për t'i vazhduar këto punë, duhet ta merr besimin pra nga ju, që çdoja nuk ka munguar vota në këto fshatra dhe kësaj radhe presim masonikisht votën për Partinë Demokratike dhe kryetarin e ardhshëm Shaqir Totaj. Ndoshta po i vrejni kundër kandidatit kryetarit. Çfarë fushate po bëjnë? Na reklamojmë punë të mira për komunën, të cilat janë të shumta, të cilat janë të prekshme, janë të dukshme, të nisë për Shatërvonit, të nisë në secilin fshat që është investuar në infrastrukturë rrugore, në shkolla dhe në mirëqenie të qytetarëve, dhe çka reklamojnë ata, çfarë fushat po bëjnë ata. Ata bëjnë fushat pse po punon kryetari Shaqir Totaj. Sepse atine mendojnë që nuk ju mbetet kurrë nëse në thojza do të fitojnë, por e kanë të pamundur, sepse mbështetja jonë po shihet në gjitha fshatrat dhe në gjitha lagjet e qytetit dhe pa dyshim që fitoria është e jonja dhe madje pa balotash. Vrini prezentun mjaft projekte, sidomos Albani ne e kena realizu krejt për një mandat, s'kish me për mandatën tjetër, në kontet me renovimin e bërë. Se mirë, me ambulanta ki pun hala, nuk i ki kry krejt. Qërësoj ka dhe për drejnia vend për ambulanta me ndërëqë.